Dënë që pikrish kjo do t'jetë befasia e këtij edicioni të Kupës së Botës? Përbes, unë kisha pas qef me rikthy temën tonë prapë që Kosova është mëkat që s'u kualifikun në këtë kampionat botëror, për shkak se mendoj se kishim pas gjasa reale që tu e marrë parasysh se padosh me i nënvlerësu, për shkak se këta edhe pse herën e parë janë pjesëmarrës në kësi lloj kompeticione, po tregojnë për shfaqin performancë të jashtëzakonshme edhe janë qasë aq seriozisht sa që me një farforme edhe nuk e respektojnë asnjë kundërshtar, edhe mund t'jetë edhe ndoshta mund t'jetë befasi në këtë kampionat, por të nërë mëkat që ne nuk arritëm në ta bëjmë edhe një hap final edhe t'jemi prezent. Kështu që bëni më mirë se Turqia? Besoj që po. Tash realizon Mbappe? Jo, po bëjmë. Shaka. Vazhdo Blendi fal? Po e thash atë që për çka e realisht në pyetje, mendoj se Kepi Gjelbert po tregon një performancë të mirë grupore, janë të organizuar si skuadër, kështu që të shohim se si do të vazhdojnë ndeshjen e fundit, ndoshta mendoj se do fitojë kundër Arabisë. Gjithë kanë menuar se Spanja ka luajt dot. Po në fakt ka qenë e kundërta. Ka qenë e kundërta, se ata i kanë do meritat që e kanë marrë në rezultat. Edhe këtë skuadrat që janë shku këtu i kanë do merita, nuk kanë shku bash. Patjetër që po, ky format i ri ndoshta është i mirë për arsye se jep mundësi promovimi disa shteteve që ndoshta nuk kishin pas